sa u hap dera e kryeministrisë, dhe zyrës së kryeministrit, për të parë shkonjën në atë zyrë, hyri ministri me projekt në dorë, më përpara më pa të thënë, që ke gjithë këta, vetëm një fletë merë me vete, i thash, do të duhet të diskutojmë për variantet, do të diskutojmë për anën e mbrojtjes, do bisedojmë për anën ekonomike të këtij objekti. Prandaj atje kemi punë, i thash. Hapi derën dhe i tha kam ardhur me inxhinierin. Le të vi dhe inxhinieri. Ishte në gjendje të rënduar psikologjike. Se duke, ja? Ishte në gjendje, asnjë shaka, asnjë buzëqeshje, asnjë gjë, iku nga tavolina që ai rrinte, uli në një tavolinë tjetër ku ai priste bashkëbiseduesit. Aty pasaj, ai filloi nga të njihej me projektin, ju duk projekti madh, pati gurim për ta firmosur, nuk deshit ta firmosi, jo duhet t'ja paraqisim byros politike, thash byroja politike nuk merr vesh nga këto. Sigurisht. Nga këto gjëra, thash. Tash duhet kjo firma juaj, thash, që të planifikohet ndërtimi i këtij objekti. Nuk e jepte, firmën, a? Mori, nuk e jepte, hezitoi shumë. I mërzitur ishte, po e thon. Mori ish ministri Kadri Azbiu të mbrojtjes dhe ja paraqiti problemi. Këtu kam, tha, ministrin me gjithë inxhinierit për një objekt të Ministrisë së Brendshme. Po, tha, ai unë jam djenit atij objekti, po, tha, shumë zyra, shumë. I tha ai shoku kryeministër, tha, aty, tha, në rast lufte, do mbetet një bërtham e Ministrisë së Brendshme, tha, dhe kjo, tha, në vartësi nga ngjarjet e kohës luftës, tha, këta, tha, në kjo se ka ikur gjithë populli, ka lënë qytetin, tha, këta do t'jenë të fundit të largohen. Sepse, në qoftë se këta do të largohen bashkë me popullin, atëherë vendi, tha, do të komandohet nga hajdutët e kriminalit. Prandaj, kjo objekt duhet, tha, dhe duhet jetë i fortë, tha, kurse pjesa tjetër e Ministrisë Organikës së Ministrisë së Brendshme do shkojë në vend drejtimin e dytë për të marrë drejtimin e Ministrisë së Brendshme. Pas kësaj, ai vuri firmën,